Mirë se vini në botën e yjeve. Astrochart, bëni subscribe për më shumë video. Gratë më besnike të horoskopit. Në vend të parë, gruaja gafore. Në botën e dashurisë, ajo është sinonimi për kushtimit. Kur dashuron e jep veten pa kushte. Kujdeset, fal, duron dhe bën gjithçka që lidhja të funksionojë. Gruaja gafore nuk tradhton, sepse për të dashuria është shtëpi, është prehje. Ajo i ndjen dashurinë në detajet më të vogla, në mënyrën si përgatit mëngjesin partnerit, në kujdesin e eshtur që jep çdo ditë. Nëse e lëndon, ajo nuk hakmeret, thjesht largohet me dinjitet duke mbajtur kujtimet në zemër. Është ajo grua që edhe kur e ke humbur, do të lutesh që të rikthehet, sepse asnjë nuk të do si ajo. Në vend të dytë, gruaja dem. Është e qëndrueshme, e fortë dhe e palëkundur. Është pikërisht gruaja dem. Ajo nuk futet lehtë në lidhje, por kur vendos, është për gjithmonë. Besnikëria për të nuk është vetëm ndjenjë, por është parim. Ajo nuk ka nevojë për drama, për aventura apo për lojra. Ajo kërkon siguri dhe një dashuri që të zjas. Kur të do, qëndron në çdo fazë, edhe në të mirën, por edhe në të keqen. E njeh veten e saj, vlerën e besimit, sepse e ndërton çdo ditë me përkushtim. Nëse një ditë e humbet besimin e saj, dije që nuk do ta rifitosh më, sepse për gruan dem, tradhtia është e pashlyeshme. Në vend të tretë, gruaja virgjëresh, e mençur, analitike dhe me një zemër të ndershme. Virgjëresha nuk jep dashuri verbërisht, e studion, e mendon dhe e ndërton me kohë. Por kur të pranon në jetën e saj është tërësisht e përkushtuar. Gruaja virgjëresh është ajo që mban gjithçka në balancë, kujdeset për ty, për detajet, për marrëdhënien dhe për ndershmërinë. Ajo nuk tradhton sepse nuk i pëlqen të gënjej. Do më mirë të përbadhet me dhimbjen se sa të jetojë në një mashtrim. Në heshtje ajo mban shumë, por dashuria e saj është e vërtetë, e thellë dhe e qëndrueshme. Në një botë plot iluzione, ajo mbetet realiteti më i ndershëm që mund të gjesh.